Të zhbahet ho xheneti. Xheneti do të zhbahet. Xhenemi. Xheneti dhe xhenemi do të zhbahen. Xheneti nuk zhbahet, sepse xheneti është vendi i shpërblimit, vendi i bujarisë dhe vendi i mëshirës së Allahut azza wa jall. Mirë, xhenemi, njëjtë edhe xhenemi. Don çysh ka fol Allahu për xhenetin, ka fol edhe për xhenemin. Në xhenet për gjithmonë, në xhenem për gjithmonë. Për gjithmonë pa fund, për gjithmonë pa fund. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë pasi që të hyjnë të gjithë banorët e xhenetit në xhenet. Edhe ai i fundit, ai që ka besim në zemrën e tij sa kokra e ilbit ose më pak, që të hyjnë në xhenet edhe mbyllën dyert e xhenetit se mos spritet me hindikush, sin kërkush më. Edhe në xhenem mbeten vetëm pa besimtarët. Allahu i lartësuar urdhëron që të thirrën banorët e xhenetit dhe banorët e xhenemit edhe dalin të dy portë, sikurse kur dalin nëpër terrasa, edhe shikojnë mes, Allahu e sjell një dash. Ky dashi është vdekja. Allahu e sjell vdekjen në formë dashit. Edhe urdhëron që mu thirr dashi. Don kjo është hadithi i pejgamberit alayhis salam. Edhe i thot apo e shihni çka është kjo? Po thot dash. Thot kjo është vdekja, xhenet live. Në xhenet pa vdekje, në xhenem pa vdekje. Kështu që xhenemi, pjesa dërmuese absolute e dietarëve thonë që edhe xhenemi nuk do të zhbëhet sikurse nuk zhbëhet xheneti. Do të thonë janë pambarem. Mund të tash dikush më na nxjerrë një pyetje këtu neve. Ose një dilemë, me thonë ju po thoni që Allahu është i vetmi pa fillim pambarem, tash po na del edhe xheneti pambarem, edhe xhenemi pambarem, edhe njerëzit që janë këto pambarem. Mirë, themi ka dallim të madh këtu. Sepse e para Allahu është pa fillim pambarem, xheneti ka fillim. Xhenemi ka fillim. Pastaj që të pambarem. Kush po ja jep? Po jep dikush tjetër, jo që po e morrin vet. Se fitojnë vetë. Allahu i ka bë për hershëm, edhe xhenetin edhe xhenemin, edhe banorët e xhenetit edhe banorët e xhenemit, kështu që këta komplet janë ndvarur prej vendimeve të Allahut, që prapë mbetet Allahu i vetmi pa fillim edhe pa mbarim.